Sa shpesh duhet të ndërroni peshqirin e tualetit? Ekspertët japin përgjigjen përfundimtare. Peshqiri fsheh jo pak sekrete, që do të thotë se duhet të ndryshohet vetëm një herë në javë, dhe kjo nuk është e mjaftueshme nëse në familjen tuaj ka më shumë se 2 anëtar. Mendja e shëndoshton në trup të shëndosh. Kjo gjë vlen edhe për përdorimin e peshqirit të tualetit. Gjë që nuk është e vërtetë se duhet ta ndërroni të paktën një herë në javë nëse jeni shumë anëtar. Nëse keni nevojë ta ndryshoni peshqirin e tualetit në mënyrë intervale, duhet të dini disa rregulla. Peshqiri i tualetit, nëse jetoni vetëm, mund të ndërrohet një herë në javë, por nëse jetoni më shumë se 2 persona, të paktën 3 herë gjatë javës duhet ta ndërroni. Çdo anëtar i cili mund të shtohet në familjen tuaj mund ta përdorë peshqirin e tualetit më shpesh, dhe fshirja e duarve në të mund të ndikojë edhe në përhapjen e bakterieve. Nëse jeni më shumë se 3 anëtarë në familje, e ndërroni të paktën çdo ditë.